Jo, kjo e Berishës nuk ka rëndësi për mendimin tim në vetvete. Është thjesht për Saliun në aspektin personal, por nuk ka tjetër rëndësi kombëtare përveç se këta që do të them tani. Që duhet parë ky gest i Amerikës, për mendimin tim, si një rikthim mbrapsht i aleancës së dikushme midis Ramës dhe Shtëpisë Bardhë, pra fillimin e Biden tani me Trumpin. Kjo aleancë është prishur për diçka idiote, sepse kjo që po ndodh në Shqipëri, po i merr erzin vajzës së Donald Trumpit. Unë shoh që po ndodh, shoh shumë media, shoh që gjitha mediat kanë bërë meme atë momentin e Ivankës, që me një sinqeritet shumë naiv tregon se si Rana Sazan, dhe kjo po e shkatron imazhin e familjes Trump nga Argentina në Japoni, nga Alaska në Australi, nëse e marr planetin kyç. Që në këtë rast mendoj se po përjetojmë me këtë non grata në hequr të Ramës, po përjetojmë në atë filmin Perandoria po kundër sulmon, pra është rikthimi i Trumpit kundra Ramës, pra në momentin e Kupës Botës ku prisi që Amerika ti hiqte vizën, jepte vizën atij somalianit, që gjithë bota e do, arbitrin, ta merren me Berishën, në këtë moment gjetët japën Berishës drejt për të thuar, është hakmarrje ndaj Ramës. Të dyti, të lëvizje Spakut, që nëse prap Spaku kthehet në parlament për kërkimin e arrestimit të Ballukut, unë nuk do habitesha që etapa më mosshme do të ishte pra edhe kërkimi dhe shpallja e Ramës non grata. Pra kemi të bëjmë sot një luftë për mendimin tim tani midis Ramës dhe Amerikës, dhe kjo që ndodhi me Berishën është thjesht një kolateral, pra heqja e non gratës. Pra Gensi, ti po thuaj që zoti Berisha qëndroi në akuzat për minim demokracie dhe përfshirje në korrupsion, dhe kjo është bërë për hakmarrje të Ramës, apo kanë rënë edhe ato akuzat? Një administrant e Bidenit kishte interes me Ramën, i hiqte rivalin e bënte non grata, kjo administratë e tani kërkon të hakmerret me Ramën dhe i rivalin nuk doi. Këtu kishte ku do amerikanë. Kur sot, unë që i pari, si thua në Shqipëri, që thonë disa amerikanë sepse nuk kanë besë fe, nuk kanë miq. Unë thoya atë thjesht thoshte është janë amerikanë, gjithë Evropa i qeshte Francën me të amerikanë. Kur sot janë bërë gjithat amerikanë bro. Kuptimi që të gjithë kuptojnë sot që amerikanët nuk kanë besë. Kështu që nuk i jep asnjë lloj leximi juridik non gratës. Është thjesht një instrument politik. Është një babone. Një të jap një babone, një të jap një isull. I dhan një isull para 4 vitesh, tani jep një babone. Asgjë më tepër nuk ka pikë vlere. Për nuk të harxuar kohë me këtë. Fare. Nuk ka pikë vlere. Siç kishte pikë vlere para 4 vitesh, nuk ka pikë vlere sot. Nuk ka pikë vlere, është shumë dekore, mos të shkëputemi nga aktualiteti, çfarë po do të bulevard dhe do largohet Rama apo jo. Qartë.